Janë të vështira këto elementët identifikues për të shquar dhe për të dalluar nga qytetarët? Nga qytetarët, po, mund të jetë, sidomos to që ne i referojmë si imitime perfekte, që mund të jenë të vështira për të dalluar, po që vetë prodhuesit do ta kishin vështirë ta dallonin. Që ta dallonin dhe ka raste që e kanë, edhe vetë prodhuesit. Sa hy në diskutim që është origjinale apo është e falsifikuar dhe i duhet një analizë mostre që ta kuptojnë, domethënë deri në këtë perfekcion ka shkuar imitimi i produkteve. Pra në këto kushte është e vështirë që të... Këto kushte, përveç qytetarët, ka një shkallë vështirësie, mbase... Për të dalluar. Sepse edhe kur vëjnë etiketat robave, janë sofistifikuar dhe teknologjinë e përdorin në mënyrë të tillë që ti e skanon dhe ajo të referon të faqja origjinale e internetit. Dhe ti ke rënë viktim duke qenë i bindur që po paguan një çantë, le të themi 200 euro, ndërkohë që vlera e saj mund të jetë me $2 futur në dogana.